Nektari Gjumas. Prezanton Fondacioni Kur'anit. Gjumaja, dita më e bukur e javës. Gjumaja, simboli unitetit të muslimanëve. Gjumaja, koha e të shkuarit më pranë Allahut. Gjumaja, lulishte me lule të shumta e të ndryshme, me të cilat zbukurohet shpirti. Eja një çdo të gjuma të shëtisim me kopshtin e mbushur me dije dhe të mbledhim bashkë nektarin e luleve të saj e të kënaqemi me to. Çdo ditë të gjuma jemi me ju nëpërmjet emisionit Nektari Gjumas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad wa ala ahlihi tayyibin tahirin, sahbihi al-muntajabin, wa ala jami'i al-anbiya illahi wal-mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmet me shpërplotet. Falënderimet me të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit e profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Muaji Dhul Hijja vjen si një stinë drite për zemrat e besimtarve. Një muaj në të cilin qielli duket më afër tokës dhe shpirti e ndjen më shumë dhe më thellë nevojën për të kthyer tek Zoti i gjithësisë. Është muaj i sakrificës, i lutjes, i adhurimit dhe i përulësisë. Është muaj që mbart aromën e Qabes, zërin e pelegrinëve dhe kujtimet e profetëve që i kushtuan jetën bindjes ndaj Allahut. Në këtë ditë, besimtari ndalon për një çast rrjedhën e jetës së përditshme dhe e kthen vështrimin dhe gjithë qenien e tij drejt vetes, duke kërkuar pastërtinë e zemrës dhe qetësinë e shpirtit. Dhul Hijja nuk është vetëm një periudhë kohe, por një udhëtim shpirtëror që zgjon mallin për mëshirën hyjnore dhe dëshirën për të bërë më i mirë. Ky muaj i bekuar sjell me vete ndjenjën e shpresës, e faljes dhe afërsisë me Allahun. Ky muaj i kujton njeriu se jeta nuk ndërtohet vetëm mbi dëshirat e kësaj bote, por mbi sakrificën, durimin dhe besimin. Në atmosferin e muajit Dhul Hijja, zemrat zbuten, lutjet bëhen më të sinqerta dhe veprat e mira arrin një kuptim dhe më të thellë. Është koha kur besimtari mëson të falë, të ndihmoj, të reflektoj dhe të kuptoj se lumturia e vërtet ndodhet tek adhurimi i Allahut, te besimi në Zotin një dhe i vetëm dhe tek mbështetja dhe lidhja jonë me krijuesin e gjithësisë, me Allahun e plotfuqishëm. Të dashur vëllezër dhe motra, do ju ftoja të ndiqnim së bashku surën e përzgjedhur për ditën e sotme, sureja e 89 e Kuranit familjar, sureja Fajr. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Betohem për shkrepjen e agimit dhe për 10 netët e para të muajit Dhul Hijja. Betohem për çiftin dhe tekun dhe për natën kur largohet. A nuk janë këto betime të mëdha për njerëz të mençur? Vallë, a nuk e di ti se çfarë ka bërë Zoti yt me fisin Ad, banor të Iremit, me pallate shumë shtyllshë? Ta tillë që nuk janë krijuar askund tjetër në tokë si ata, dhe me fisin Themud, që gëdhendi shkëmbinjt në lugin për të bërë shtëpi, dhe me Faraonin, njeriun e hunjve, ku torturonte njerëzit,
Të gjithë këta shkelën çdo kufi në vendin e tyre, duke shtuar atje shthurjen dhe korrupsionin. Prandaj Zoti yt lëshoi mbi ata kamxhikun e dënimit. Vërtet, Zoti yt është gjithnjë në prit. Për sa i përket njeriut, kur Zoti i tij e sprovon atë, duke e ngritur lart dhe duke i dhënë mirësi, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur e sprovon atë, duke i angushtuar mjetet e jetesës, ai thot: Zoti im më ka poshtëruar. Nuk është kështu, por ju nuk silleni mirë dhe me jetimat, dhe nuk e nxitni njëri tjetrin për t'i ushqyer të varfrit. Trashëgiminë e të dobtëve e zhvatni me lakmi të pangopur, dhe e doni pasurinë me një dëshirë të babzitur. Por s'ka gjë, kur toka të bëhet copë therrime, kur të vi Zoti yt për të ndarë gjykimin me ëngjëj të rreshtuar radh pas radhe, dhe kur të sillet xhehenemi, atë ditë njeriu do të kujtohet, por që duhet se u kujtua. Ai do të thotë: sikur të kisha bërë diçka të mirë për jetën time. Atë ditë, askush nuk do mund të dënoj siç dënon ai, e askush nuk mund të lidh në pranga siç lidh ai. O ti shpirti i qetësuar, kthehu te Zoti yt i kënaqur me atë dhe ai i kënaqur me ty. Bashkohu me robërit e mi dhe hyr në xhenetin tim. Të dashur vëllezër dhe motra, kemi hyrë në muajin më të bukur, muajin Dhul-Hijja, sistina e dorëzimit, e sakrificës dhe e mëshirës hyjnore. Çdo ditë këtij muaji duket sikur mbart një thirrje të heshtur për pendim, për përmirësim dhe rikthim tek drita e besimit. Allahu i madhëruar ka vendosur në rrjedhën e kohës disa periudha të cilat janë më të ndritura si të tjerat, ditët dhe netët e të cilave zbret mëshira e Allahut dhe Allahu është më afër zemrave të besimtarëve se çdo muaj tjetër dhe dyert e faljes hapen më gjërësisht në to. Ndër këto kohë të bekuara qëndron dhe muaji Dhul-Hijja, muaji i haxhit, muaji i kurbanit, muaji i sakrificës dhe i afrimit tek Allahu. Ky muaj nuk është vetëm një periudhë kalendarike, por një udhëtim shpirtëror që i kujton njeriu sakrificën e profetit Ibrahim dhe bindjen e profetit Ismail dhe madhështinë e Qabes dhe përkushtimin e profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Allahu i madhëruar në Kuranin e Shenjtë betohet në këto ditë madhështore duke thënë: pasha agimin dhe pasha 10 netat e para të muajit Dhul-Hijja, 2 ajetet e para të surës Fajr. Shumica dietarëve islam kanë treguar se 10 netat janë 10 ditët e para të muajit Dhul-Hijja, të cilat mbartin një vlerë të jashtëzakonshme shpirtërore. Vetë fakti që Allahu betohet në to, tregon dhe madhështinë dhe pozitën e tyre që kanë këto ditë tek Zoti i gjithësisë. Në këto ditë, zemra e njeriu dhe pikërisht e besimtarit duhet të zgjohet nga pagujdesia dhe të kërkojë mëshirën hyjnore, madhurimin, me lutjen dhe me vepra të mira. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: nuk ka ditë në të cilat veprat e mira janë më të dashura tek Allahu sesa në 10 ditët e para ose në 10 ditët e muajit Dhul-Hijja. Ky hadith na mëson se këto ditë janë një mundësi e artë për besimtarin, sepse njeriu ndoshta nuk ka mundësi të kryejë haxhin, por dera e afrimit tek Allahu mbetet e hapur përmes namazit, përmes agjërimit, përmes sadakas, përmes leximit të Kuranit dhe përmes përmendjes së Allahut. Dhul-Hijja është muaji që e zgjon shpirtin nga plogështia dhe e rikthen zemrën te krijuesi i saj. Në këtë muaj ndodhet haxhi, adhurimi që bashkon miliona besimtar nga çdo cepi i botës në një vend të vetëm, në Mekën e ndritur, me të njëjtën veshje, me të njëjtin qëllim dhe me të njëjtën lutje. Haxhi është simboli i barazisë njerëzore, i pasuri dhe i varfri,
i forti dhe i dobti, të gjithë qëndrojnë pranë njëri tjetrit duke thënë telbien, pra labbaik Allahumma labbaik, pra ty të përgjigjemi o Zoti i gjithësisë. Ky udhëtim i shenjtë është rikujtim i ditës së gjykimit, ku njerëzit do të mblidhen të gjithë së bashku përpara Allahut, pa dallim pasurie apo prejardhjeje. Allahu thot në Kur'anin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Dhe thirrri njerëzit për haxh. Ata do të vinë tek ti në këmbë dhe mbi deve të lodhura, duke ardhur nga çdo rrugë e largët. Ajeti 27 i surës Haxh. Sa madhështore është kjo thirrje. Është një thirrje që nisi me profetin Ibrahim dhe vazhdon deri në ditët e sotme. Zemrat e besimtarëve mallëngjehen kur dëgjojnë për Qaben, për Arafatin dhe për shtëpinë e Allahut. Edhe ai që nuk ndodhet fizikisht në Mekë, mund ta jetojë shpirtërisht këtë muaj duke pastruar zemrën dhe duke u kthyer Allahut me sinqeritet. Një nga ditët më të mëdha të këtij muaji është dita e Arafatit. Është dita në të cilën mëshira e Allahut zbret mbi robërit e tij dhe lutjet pranohen me madhështi të veçantë. Imam Sadiku paqja qoftë mbi të ka thënë: dita e Arafatit është dita e lutjes dhe kërkimit të faljes. Në këtë ditë, zemrat duhet të mbushen me pendim të sinqert. Njeriu duhet të shikojë jetën e tij, gabimet, neglizhencat dhe largësinë që mund të ketë krijuar të gjithë këto me Allahun. Arafati është një moment kthimi i shpirtit në vendin e tij, kthimi i zemrës në rahatinë e saj dhe kthimi i njeriut në rrugën e drejtë. Është dita kur loti i pendimit mund të ndryshojë fatin e njeriut. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij, ka thënë: nuk ka ditë në të cilën Allahu liron më shumë robër nga zjarri se sa dita e Arafatit. Kjo na mëson se mëshira hynore është më e madhe se mëkatet tona. Allahu nuk kërkon për sosmërinë e robit, por kthimin e tij të sinqert. Sa zemra ja ringjallur në këtë ditë dhe sa njerëz kanë filluar një jetë të re pranë Allahut. Pas Arafatit vjen festa e madhe e shumë pritur e të gjithë besimtarëve, Bajrami i dytë, Kurban Bajrami, pra, dita e sakrificës dhe e bindjes ndaj Allahut. Historia e profetit profetit Ibrahim, paqja qoftë mbi të, dhe profetit Ismail alayhis salam, mbetet një nga shembujt më prekës të çdo kohe dhe të çdo dorëzimi ndaj urrit hynor. Kur Allahu e sprovoi profetin Ibrahim, paqja qoftë mbi të, me sakrificën e të birit të tij, ai nuk hezitoi, sepse dashuria për Allahun ishte për të mbi gjithçka tjetër. Kurani e përmend këtë moment madhështor në ajetet 103 deri në ajetin 105 të surës Safat, ku Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Kur ata të dy ju dorëzuan urdhrit të Allahut dhe ai e vendosi atë me ballë për tokë dhe e thirrëm: O Ibrahim, ti e vërtetove ëndrrën. Çfarë force besime kishte kjo familje e bekuar. Ismaili nuk kundërshtoi, por tha: O baba im, bëja atë që je urdhëruar, nëse Allahu do të më gjesh prej durimtarve. Ajeti 102 i surës Safat. Kjo ngjarje nuk është thjesht një histori që tregohet, është një mësim për çdo besimtar e besimtare se dashuria për Allahun do të jetë mbi çdo gjë tjetër. Kurban Bajrami nuk është vetëm therrja e kurbanit, por është therrja e egoizmit, e krenaqësisë, e krenarisë, e urrëties dhe e mëkateve që e largojnë njeriu nga Zoti i gjithësisë. Allahu i madhëruar thot në Kur'anin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Tek Allahu nuk arrin as mishi as gjaku i tyre, por arrin devotshmëria juaj. Ajeti 37 i surës Haxh. Dhe nga ky ajet ne mësojmë se vlera e çdo vepre qëndron tek sinqeriteti. Allahu nuk shikon pamjen e jashtme të veprave tona, por sheh zemrën me të cilën ti veprove me këto veprime. Një vepër e vogël me sinqeritet mund të jetë më e madhe tek Allahu se sa shumë vepra të tjera të mëdha për të bëra pa shpirt. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: lumturia e vërtet është bindja ndaj Allahut. Muaji Dhul Hijja është pikërisht muaji që e mëson njeriu këtë bindje. E mëson besimtarin të sakrifikojë për hir të Allahut, të ndihmojë të varfrit, të ndihmojë ato të cilët kanë nevojë, të falë të tjerat
dhe të pastrojë shpirtin dhe zemrën e tij nga smira e urrejtja. Në këtë muaj të nderuar dëgjues dhe shikues, muslimani duhet të shtojë sa më shumë sadakan, sepse është vepra më e dashur tek Allahu i Madhëruar. Në muaj Dhul Hijja, i cili është muaj i përmendjes së Allahut, duhet të shtohen tekbiret, tesbihatat dhe lutjet duhet të mbushin gjuhën dhe zemrën e besimtarit. Allahu thot në Kuranin e shenjtë, Bismillahirrahmanirrahim, që ta përmendin emrin e Allahut në ditët e caktuara. Ajeti 28 i surës Hax. Dhe kjo është mundësia e artë për të gjithë besimtarët. Kur zemra përmend Allahun, ajo qetësohet. Në një botë e cila fatkeqësisht na rrethon me ankthin, me stresin, me depresionin dhe me shumë shqetësime të tjera, shpirti kthehet i qetësuar tek Zoti i tij, siç thot Allahu në surën Rum në ajetin 28 të kësaj sureje, me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Pra, në muajin Dhul Hijja është një streh shpirtërore për zemrat e lodhura. Imam Huseini, në lutjen e tij të njohur të Arafatit, i drejtohet Allahut me fjalë që prekin shpirtin dhe thon: "Çfarë ka humbur ai që të ka gjetur ty, pra Allahun, dhe çfarë ka gjetur ai që të ka humbur ty?" Pra, mirë ai që humbet Allahun për dëshirat e tij të kësaj bote, dhe i fituar është ai i cili e përfiton nga këto mirësitë e kësaj bote për t'u afruar më shumë me Zotin e gjithësisë. Pra të dashur vëllezër dhe motra, muaji Dhul Hijja është një dhuratë hynore për të gjithë ne. Është muaji i pendimit, është muaji i sakrificës dhe i lutjes. Është një mundësi që zemrat tona të pastrohen dhe shpirtrat të ringjallen. Çdo ditë këtij muaji është thirrje për të kthyer në rrugën e drejtë, në rrugën e Zotit një dhe të vetëm. Lum ai që shfrytëzon momentet e këtij muaji, sekondat, minutat e këtij muaji në adhurimin e Zotit të gjithësisë, në kujtimin e Allahut dhe në përmendjen e Allahut në çdo moment sa të ketë frym. Allahu na dhënë më të mirat, na bëft për atyre të cilët dëgjojnë fjalën e tij dhe adhurojmë Allahun me sinqeritet dhe për kushtim të plot. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju uruar mbrojtje dhe ndihmën e Allahut xhaleshanuhu dhe një xumë të begat, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xumas, esni shpejt për aty ku përmendet Allahu, dëgjojini hutbën, falni namazin, e lini shitblerjen. Kjo është shumë më e dobishme për ju nëse jeni që e dini. Ashhadu anna Muhammad